Mirëmbrëma zonja o zotëri, mirë se po takohemi në transmetim të drejt për drejt në një edicion tjetër të Politikos, këtu në televizionin e Gazetarëve në kanalin 10. Unë jam Kushtrim Sadiku, do t'jem bashkë me ju gjatë minutave në vazhdim. Sot do ta kemi një emision 2 pjesësh, por të nderuar miq, më lejoni që fillimisht të kërkoj falje për situatën e krijuar gjatë debatit të së entes në këtë studio. Terapia që jam duke e marrë në drejtimin e një sëmundje të luksit, problem të cilin e kam për disa vite rresht, dhe trajtimi i implanteve dentare ma kanë vështirësuar mënyrën e komunikimit atë ditë. Kjo më ka shkaktuar dhimbje dhe lodhje njëkohësisht, kombinim që nuk do t'ja dëshiroja askujt. Gjithçka tjetër që po përflitet zonja dhe zotëri, në përjetës sociale gjithandej nuk është e vërtetë, mos ju besoni. Edhe në një situatë të vështirësuar siç ishte, dhe siç mund të jetë ndonjëherë tjetër, gjithmonë jam përpjekur të mos e lë emisionin pa e realizuar, siç kam bërë 17 vjet rresht në televizion pa e humbur asnjë të vetëm zonja dhe zotëri, pavarësisht situatave të sëmundjeve apo vështirësive të ndryshme. Por ja që në atë rast vlerësimi doli të mos jetë i duhur. Është njerëzore të gabohet dhe unë s'jam një përjashtim i tillë. Lejoni që të nënvizoj respektin, por edhe peshën zonja e zotëri që Koshara ka për mua, fillimisht si një njeri i këtij vendi, pastaj edhe si gazetar. Kam realizuar 10 emisione për Kosharën dhe jam shumë krenar për gjitha ato. Edhe njerë shpreh keqardhje të thellë për këtë situatë krijuar, e kuptoj kritikën dhe e vlerësoj mbështetjen tuaj. Nuk e mirë kuptoj stuhinë e llumit, por s'kam se si mos ta shoh që ajo ekziston. Madje drejtuar nga grupe të ndryshme, ekstremistësh, grupe me motivacione të ndryshme politike, snajperistësh të rrjeteve sociale e dashakçinëve të ndryshëm. Lejoni që të them edhe një herë se insistoj dhe do të përpiqem vazhdimisht e maksimalisht të jem në krye të detyrës si autor i emisionit. Dhe lejoni që të shfaq respektin maksimal për juve zonja dhe zotëri. Që qëndroni me neve edhe që vazhdoni të jeni besnik i këtij emisioni. Po shpresoj që së bashku do të jemi edhe në rrugtimin ton në vazhdim. Nuk kam se si mos ta kem së bashku përsëri në këtë mbrëmje, ose mos t'i kem së bashku dy protagonistët e atij emisioni, që ka bërë shumë bujë, që ka sjellë shumë reagime në momente ndryshme edhe shije të keqe. E kam titulluar emisionin Pse Kosharja, marr parasysh memes që është krijuar. E kuptoj edhe humorin në momente të ndryshme, por Pse Kosharja ka një rëndësi shumë të madhe. E Pse Kosharja natyrisht e kam nënvizuar e referuar deklaratës e komandantit Rostem Berisha, që dha po atë ditë në shënimin e 27 vjetorit të njërës ndër betejat më të lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Jam së bashku me Isem Berishën